Ju erdhët një qeveri në vitin 2013 me një premtim për të bërë shëndetësinë falas për qytetarët. Sipas Bankës Botërore, në vitin 2021, 60% e shpenzimeve shëndetësore shqiptarët i paguan nga xhepi i tyre. Banka Botërore, nëse ka gabim ajo ma thuaj. Shteti mbuloi vetëm 40%. Përse nuk është realizuar shëndetësia falas? Dhe a do ta realizoni në mandatin që pretendoni të shkoni? Tashti, procesi i transformimit të sistemi shëndetësor në një sistem shëndetësor me mbulim universal ka faza e para. E dyta, po ta marrë edhe shifrën që theti, nuk po ta kontestoj. Atëhere. Unë nuk e kam falsifikuar. S'po ta kontestoj më. Dakor. S'po ta kontestoj. Ore, asnjë nga ato, edhe ai Hiena nuk kishte falsifikuar gjë në atë që thoshte. Por interpretonte në mënyrë hienore. Kjo është puna. Gjysmë e vërtet pra. Se Hiena nuk gënjen kur thotë që këtu është dhënë një tokë për të bërë këtë zhvillim. Thotë vërtetën. I fut te gjysma tjetër dhëmbin me helm, edhe bëhet gënjeshtra më e madhe. Biznesmen që doli në favorin tënd, thotë është 15% atë fitimi dhe 8% dividendi. Se i shtoni mbledh kështu. Sa vetë? Po çfarë ka dividend bolera më po pse merresh me ata më po ke ftuar Po jo ky të ndihmon ty tani, kemi një shtek që ndihmon. Ke ftuar kryeministin e Shqipërisë. Unë nuk dua ndim nga ata. Dakor. Ndim duhet nga ata. Nuk e shkojmë. Ke ftuar kryeministin e Shqipërisë. Mbylla e Theva në anën tjetër. Atëre, okay. Po të them që sot në Shqipëri ka 600.000 persona të cilët për arsyet e tyre nuk kanë mbulim, se s'kan paguar sigurime. Dhe për të gjithë këta, ne bëjmë rimbursim të ilaçeve. Për gjithë këta, shërbimi është falas. Ndërkohë që kemi shumë pjesë të shërbimit, po ashtu që janë falas. Dhe po bëjmë autonominë universitare, dhe për të kaluar tek mbulimi universal, duhet bësh një lëvizje në taksim, sepse shëndetësinë dikush do ta paguaj, dakor? Dhe nëse nuk e bazon tek sigurinë shoqërore, do e bazosh tek taksimi i përgjithshëm, pra do ta paguaj shteti. Më kuptove? Po kuptova, se kuptova aq mirë. Po se kuptova aq mirë, vazhdojmë ke pika tjetër, çfarë? Ka një pyetje, te pika tjetër do vëm, po ka një pyetje për mandatin e 4. Do jetë shëndetësia falas? Kemi fol, dëgjoj. Po zoti kryeminist, se unë tani iki për të kuruar. Kemi ndërtuar, o zotri. Kemi ndërtuar. Shqyrë që ka në një para për të kuruar një doktor i njohur, këtu nuk ta them emrin për etik, si po përmendim etik, shumë i njohur, sot shqyqy që kemi aeroportin afër. Po. Të doktor i njohur, nga më të famshmit këtu. Po. Kur dalim jashtë do ta them. Po dakor, në rregull, dakor. Sot shqyqy që është aeroporti afër. Dakor. Ti vetë operosh këtu, më dakor se bliden gjithë mjekët aty, gjithë të shikojnë, edhe gjërat vogla kanë rënë, po si bliden gjithë mjekët, Jo më jo. O Ylli, a ka mundësi të them tani se kryeministin e presin ndryshe o zotëri tani se. Po më si flizim ke bërë ti në një investigim të spitalit që flet kështu se Kamber, kuptoj më si bini. Zbulimi, jo nuk ka nevojë ta bëj unë. Zbulimi i skandalit të onkologjiku, ku pacientët dërgoheshin klinika private dhe bëj biznes me vdekjen. Çfarë do t'i thuash sa gjeti? O Ylli. Jam thuaj për këtë. Urdhro. Po dakor, Urdhro. Dakor. Po nuk mundet dot më që një ngjarje, një zhvillim i kësaj natyre që është skandaloz dhe tjerë, dhe për këtë arsye, për shembull, sot ne onkologjikun po e komplet ribëjmë në partneritet me spitalin e 8 në botë që është Shiba i Izraelit. Për këtë arsye ne kemi marrë dhe për të përmirësuar menaxhimin kemi marrë dhe kemi në spitalet tona rajonale menaxher nga Turqia, që ndihmojnë drejtuesit tanë, se ne kulturën e menaxhimit nuk e kemi shumë të zhvilluar për shkak se s'kemi pas ndonjëherë traditë menaxhimi. Për këtë arsye ne bëm dhe hodhëm firmën me grupin San Donato për të bërë partneritetin strategjik me QSUT-s dhe San Rafaeles Italis. Dhe unë e kam thënë, Shqipërinë 2030 do të kemi këtu një qendër spitalore ekselence që do mbuloj të gjitha shërbimet ekselence dhe nuk do ketë nevojë më jo të hiki njeri jashtë për të kuruar me ekselencë, po do vinë të kurohen në Shqipëri nga i gjithë rajoni. Çfarë do bëjmë? Unë po tallem. Ore ne firmosëm, ore Peti, me grupin, shko fshive, grupin San Donato,
që ka San Rafaele në Italis, dhe grupi San Donato që ka San Rafaele në Italis, ka një eksperiencë fantastike në Poloni, kanë marrë spitalet e Polonis, me këtë të njëjtën formulë do ta bëjmë dhe ne, në spitalet e Polonis, ata bëjnë menaxhim. Vjen ajo. Ha? Vjen. Si? Një spital i veçantë po. Ky i syve imi, doktor i famshëm, një nga klinikat më të mira në Milano, tha mua, di çan tha. Djali im më thotë ta të shkojmë në Tiranë. Sepse fitimet e tij do të jenë të jashtëzakonshme. Po nuk flasim për fitimin, flasim për shërbim publik, mos zotëri. Po, shërbim publik, ti do ta sjellësh falas atë? More flasim për shërbim publik, mo. Po shërbim publik ai. Ore unë do ndërtoj. Ai të rëmben Kush të rëmben? ai më, ky San Rafaeles. Ai di ti apo? Ora, apo dëgjon çfarë po flasun? Unë po të rëmben më shumë këta që janë krijuar këtu xhan. Ç'është bisedë rëbib. Po sepse e njoh këtë seksion. Mos zotëri, po të flas për shërbim publik, po flas për QSU-tën, mo, nuk po të flas për privat. Po të flas për QSU-tën. Për shërbim publik do vinë këta. San Rafaelo me grupin San Donato ne do bëjmë një partneritet dhe po ta shpjegoj se nuk është diçka që do bëjmë ne. E kanë bërë në Poloni, spitalet publike të Polonis i menaxhojnë këta dhe janë spitale të jashtëzakonshëm sepse këta sjellin mjek, sjellin teknologjinë, sjellin menaxhimin dhe natyrisht bëjnë një marrëdhënie me shtetin ku shteti i paguan, po patjetër. Domethënë shteti paguan. Se bësh gjë e mirë më. Shteti paguan, po themi, po t'japi shifër, 300 milion, po themi, për spitalin. Po është një vend që duhet paguar. Një sekund. Dhe në qofse vinë ata, kjo është një gjë e mirë shumë. Po një sekund, ata erdhe, mëse në qofse. Ardhë, se erdhja do thotë që të fillojnë punë aty, të vinë. Se kështu ardhe këtu. Po firmosu marrëveshje, më sepse ata bën studimin, bën gjitha, mos si flisni kështu. Dhe logjika është kjo. Sa i jep ti si shtet për këtë, ja do shohë telefonin. Ose mos kemi një ndërprerje, më thotë, publicitare. E fundit. Ore, aty 2 reklama që na keni dhënë dhe ju dhe PD-ja, do na i marrësh tani ti, se na i numërojnë në fund. Po ato reklamën tonë mos e jep fare dhe zëre se edhe. Jo, mor zotëri, se çfarë jeti, regjimi e pastaj. Në qoftë se ti. Jo, reklamat. Po tjetrin që mos e transmetojmë. Ta transmetoj 2 minuta atë dhe atë të kënetës nxirë atë. Publicitet dhe riktheme një herë. Publicitetin e kënetës. Sa më shkurt, ju lutem. Doli, kemi dhe sa kemi tani. Dhe pak e vazhdojmë. Freskët është këtu, ti më mirë freskët. Fest është, po zotëri kam fushat, më do iki nesër prapë. Kur vete nesër? Nesër ku je? Ku e di unë? Ty të thonë nisu dhe nisesh. Unë thonë nisu dhe nisesh. Në gjesë të thonë, ha? Tani, Zoti Rama po shojmë që ju miratoni në mënyrë intensive kulla. Tiranë. Ma dje dhe godinat publike po jepni për kulla e tjera. Tirana është... Si, godinat publike po jepni për kulla. Po këto dhe këto e të zore. Si godinat publike po jepni? Te atë sheja këto. Si godinat publike po jepni për kulla? Atë sheja? Jo më vla. Se është publike? Jo, është ndryshe. është privat? është ndryshe. Kemi bërë dhe ne më në fund atë që bëjnë të gjitha vëndet e Europës.